Tërmetet janë fatkeqësi natyrore për të cilat shkenca e ka të pamundur të përcaktoj datën dhe orën e saktë të veprimit. Ndonse zhvillimi sismiologjik është në nivele të lartë, sërish shkencëtarët bëjnë llogaritje për veprimin e një tërmeti duke marrë bazë të dhënat historike. Duke u nisur nga këto të dhëna, Shqipëria renditet e 43-ta në botë për sa i përket rrezikut nga tërmetet. Tërmeti i fundit që ndodhi në Italinë qendrore shumë afër Romës, me magnitudë 6.4 ball, duke shkaktuar më shumë se 250 viktima dhe duke rënuar qindra shtëpi, ka krijuar pasiguri dhe në vendin ton, pasi Shqipëria, njësoj si Italia, Greqia dhe Turqia, është në një rajon në mes të pllakave tektonike që sipas studiuesve prodhojnë tërmet rreth 6 ball gati çdo vit. Studimi i ekspertëve të sismologjisë tregojnë se tërmetet përbëjnë rrezikun më të madh kombëtar për një katastrofë natyrore në Shqipëri. Studimi tregon se kërkesat më të mëdha për sistemin kombëtar të emergjencës civile do dilnin nga tërmetet që ndodhin në Durrës, Elbasan, Berat ose Vlorë, pasi burimet sismike me ndikim të ulët janë të afta për të shkaktuar dëmtime strukturore dhe shembje që shkojnë nga 1.9 deri në 5.2% të fondit kombëtar të banesave. Shqipëria ndodhet në zonën e kuqe, duke klasifikuar në mesin e vendeve me risk më të lartë nga tërmetet, ndër zonat më të ekspozuara nga tërmetet është Bregdeti, Lezhë, Ulqin, ku rrezikohen qytetet shqiptare të Shkodrës dhe Lezhës. Nga qyteti Petrovac i Malit të Zi, këto zona janë goditur nga tërmete 6 deri në 7 ball në vitet 1905, Shkodra në vitin 1985, Lezhë me 6 ball dhe në vitin 1979, Petrovaci me 7.2 ball që dha efekt gati në të gjithë Shqipërinë. Zona e 5 sismike është ajo Dibër Elbasan Korç, ku ekspozimin më të lartë ka qyteti i Elbasanit. Në liçenin e Ohrit është regjistruar në vitin 1911 një tërmet me fuqi 6.7 ball dhe Leskovik në vitin 1919 një tërmet po me fuqi 6.7 ball. Në Elbasan në vitin 1967 është regjistruar një tërmet me fuqi 6.6 ball.